Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të enjte datë 13 nëntor. Gazeta Panorama hapet me lajmin: Shqipëria hap të gjithë kapitujt e negociatave, Rama i quan rekord i arritën brenda 12 muajve. Të hënën orën 18 PD protest para kryeministrisë. Në gazetën Telegraf mund të lexoni: Shqipëria ka mbetur penge formës dhe jo e përmbajtjes së reformave, korrupsioni i pandëshkuar i një populli të varfëruar. Shqipëri-Itali, kryeministri Rama sot në mbledhjen e parë ndërqeveritare, takime me Melonin, prioritet ekonomia dhe mbrojtja. Në gazetën Dita mund të lexoni: kur humbja është fitoria, kërcënimi kryesor me të cilin përballet berishizmi sot nuk është pushteti Ramës, pse synimi kryesor i berishizmit është ruajtja e monopolit opozitar dhe çfarë nuk kupton kjo. Rina si porta e pasigurisë, mësime që duhen zënë, përndryshe vrasja e radhës është afër. Shote Galica dhe Esa Toptani, një rrëfenj për ata që u lërasin në stadiume. Diella duket joshëse, por rruga nuk është kjo. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni cilat janë problemet më të shpeshta të stomakut dhe çfarë i shkakton ato. Efektet kuruese të çajit dhe gjethe ulliri. Stina e virozave, ushqimet që ndihmojnë uljen e kolesterolit, lista e tyre, një çip mjekësor nga gjaku në tru. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni: Martinin, Diez dhe Kunja, hienat na motivojnë, Shqipëria për historinë, luajmë botrorin me syt nga Londra. Nuhiu e nis me ABC-n fokusit e bazat e lojës, me Mushi flamurtari u zgjua tani vetëm për fitore. Super sfida e javës së 12, Demat dhe Shkodranët premtojnë spektakël. Kriza e sulmit të Ignatias, vetëm 10 gola në 11 ndeshje. Elbasani kryeson kampionatin, stabiliteti është arma e fortë, gjyqtarët e superiores vazhdojnë me gabimet në seri. Nga Skënderbeu te Kuksi në rënje, profili i fazës 1.